Horoskopi i 22 tetorit. Energjia që po ndryshon gjithçka. 22 tetori sjell një ndryshim të qetë, por të fuqishëm. Energjia po lëviz në heshtje, duke zhdukur pengesat e padukshme dhe duke hapur rrugë të reja. Kjo ditë është si një frymë e re nga universi, e mbushur me dritë, sinjale dhe ndjenja që ngjallin besim. Nëse ndjen se diçka po ndryshon brenda teje, mos u trem, është fillimi i një faze më të lehtë dhe më të ndriçuar. Universi po flet përmes ngjarjeve të vogla, dëgjo me shpirt, sepse dita e sotme po ndryshon gjithçka. Dashi, një ditë që të vendos përballë mundësive të reja. Në punë, një ide e vjetër që kishe harruar mund të rikthehet dhe të sjellë rezultatet që prisje. Në dashuri, komunikimi është qelësi, një bisedë e sinqertë do të largojë keqkuptimet. Në aspektin financiar, paratë mund të vinë nga një burim i papritur. Mos e freno veten nga frika e së kaluarës, sepse tani universi po hap një derë të re për ty. Në fund të ditës do ndjesh qartësi dhe një ndjenjë sigurie që nuk e ke ndjer prej kohësh. Demi, sot qetësia dhe durimi janë shpërblimi yt. Në punë, gjërat lëvizin ngadalë, por drejt rezultateve të qëndrueshme. Në dashuri, një situatë që të ka pasur në pasiguri merr kthes pozitive, dikush e hap zemrën ndaj teje. Në aspektin financiar, një vendim i matur i mëparshëm fillon të sjellë fryte. Universi të kujton se gjithçka vjen në kohën e duhur, jo kur ti nxit. Në mbrëmje, një moment reflektimi do të japë përgjigje që ke kërkuar në heshtje. Binjakët, dita e sotme sjell lëvizje dhe frymëzim. Në punë do të ndjesh energjinë për të nisur diçka të re ose për të përfunduar diçka të mbetur pezull. Në dashuri, një surprizë e vogël mund të ndryshojë humorin dhe ta bëjë ditën më të bukur. Në financa, mos u shqetëso për vonesat, gjithçka po vendoset në vend. Universi të kujton të besosh në intuitën tënde, sepse ajo është udhërrëfyesi yt më i saktë sot. Në fund të ditës do ndjesh se çdo gjë po ecën në drejtimin që duhet. Gaforja, një ditë e mbushur me ndjenja dhe sinjale shpirtërore. Në punë, një koleg ose bashkëpunëtor mund të ofrojë ndihmë që nuk e prisje. Në dashuri, energjia është e butë dhe dashamirëse. Kjo është dita për afrime dhe pajtime. Në financa, situata stabilizohet dhe do ndjesh më shumë lehtësi. Universi të fton të heqësh dorë nga frikat e vjetra dhe të besosh se po ndodh diçka më e madhe për ty. Në fund të ditës do ndjesh qartësi dhe një paqe që të kujton, çdo gjë ka ndodhur me arsye. Luani, sot ndihesh më i fuqishëm se kurrë. Në punë, vjen një mundësi që të vë në qendër të vëmendjes. Në dashuri, dikush që të ka munguar mund të të kontaktojë sërish. Në financa, një rritje e vogël ose një ofertë e papritur do të gëzojë. Mos harro të jesh mirënjohës për gjithçka që ke arritur, sepse drita që po të rrethon është shpërblim për përpjekjet e tua. Në fund të ditës do të ndjesh frymëzim për të nisur diçka të re. Virgjëresha, energjia e sotme është e përqendruar dhe e qartë. Në punë do ndjesh qetësi dhe stabilitet, gjërat më në fund po ecin sipas planit. Në dashuri, momentet e ngrohta janë më të thella se zakonisht, dikush po të kupton vërtet. Në aspektin financiar, një ide që ke pasur mund të fillojë të materializohet. Universi të kujton të mos dyshosh në veten tënde, sepse sot çdo veprim i bërë me bindje ka bekimin e dritës. Në fund të ditës do ndjesh përmbushje të vërtet shpirtërore. Peshorja, sot dita të vendos në sinkron me gjithësinë. Në punë, çdo bashkëpunim apo takim shkon më mirë se sa e prisje. Në dashuri, energjitë janë të qeta dhe të mbushura me mirëkuptim, koha për afrime shpirtërore. Në aspektin financiar, një ide e re mund të sjellë fitim në të ardhmen e afërt. Universi të kujton të jesh vetvetja dhe të mos humbasësh ekuilibrin që të karakterizon. Në mbrëmje, një ndjesi mirënjohje do të mbush me dritë. Akrepi, një ditë e thellë dhe transformuese. Në punë, vjen një lajm që të ndryshon drejtimin për mirë. Në dashuri, një ndjenjë e re ose një zbulim emocional mund të të befasojë.
Në financa, po hyn në një fazë më të qëndrueshme. Universi po të dërgon sinjale që të kujtojnë fuqinë tënde për të rilindur pas çdo vështirësie. Në fund të ditës, do ndjesh një lidhje të fortë me dritën dhe me shpirtin tënd. Shigjetari, një ditë që mbjell frymëzim. Në punë, një mundësi për zgjerim apo një ide e guximshme mund të hap horizonte të reja. Në dashuri, komunikimi i hapur forcon lidhjen. Në financa, mbaj fokusin të gjërat praktike dhe mos u shpërqendro. Universi të kujton të mos harrosh ëndrat e tua, sepse sot çdo gjë që mendon me dashuri merr formë. Në fund të ditës, do ndjesh një frymë të re motivimi. Britsjapi, sot është dita për të parë rezultatet e punës tënde. Në punë, do marrësh vlerësim ose konfirmim që ke pritur. Në dashuri, afrimi me partnerin sjell ngrohtësi dhe qetësi. Në aspektin financiar, stabiliteti po afrohet dhe çdo vendim i matur do të shpërblehet. Universi të fton të mos harrosh se çdo sukses kërkon durim, por gjithashtu mirënjohje. Në fund të ditës, do ndjesh qartësi dhe besim në rrugën tënde. Ujori, një ditë që ndriçon rrugën përpara. Në punë, idetë tua marrin vëmendjen që meritojnë. Në dashuri, është koha për hapje dhe për afrime emocionale. Në financa, një ndim ose lajm pozitiv mund të vijë në orët e fundit. Universi të kujton se drita që ke dhënë të tjerëve po të kthehet tani shumë fish. Në fund të ditës, do ndjesh se gjithçka po vendoset në vend. Peshqit, sot je në kontakt të plot me intuitën tënde. Në punë, çdo vendim i marrë me ndjesi do të jetë i saktë. Në dashuri, një moment magjik të afron shpirtërisht me dikë që e ndjen thellë. Në financa, lajmet janë të mira dhe mund të marrësh një mbështetje që s'e prisje. Universi të kujton të ndjekësh zemrën pa frikë, sepse ajo po të çon drejt bekimit të radhës. Në fund të ditës, do ndjesh dritën e qetësisë që të mbulon me paqe. Energjia e 22 tetorit po pastron, ndriçon dhe rikthen ekuilibrin. Universi po të flet përmes sinjaleve të vogla, njerëzve që shfaqen papritur, fjalëve që dëgjon, ndjenjave që zgjojnë shpresë. Nëse ndjen qetësi, ajo është drita që po të përqafon. Shkruaj shenjën tënde në komente dhe thuaj: e ndjej energjinë e 22 tetorit që po më ndryshon. Mos harro të abonohesh në Zëri i Universit për të marrë çdo ditë mesazhin që Universi ka për ty.